Koncerti i grupit Tito and Tarantula mblodhi adhurues nga gjithë Kosova si dhe vende tjera. Grupi performoi në sallën e sportit Shani Nushi në Gjakovë. Koncerti filloi me këngëtar nga Gjakova si Flaka Kërlani, Vesa Smolica, Florenta Brashi dhe grupi Funky Guru. Tito and Tarantula ka shumë rëndësi, jo vetëm për mua, por për gjithë skenën e rockerave në Kosovë, për shkak se i kanë japë shumë, jo vetëm muzikës, po edhe filmit. Muzika aty është shumë karakteristike, nuk mundesh me mendu një film të Quentin Tarantinos pa qenë ose një film western të stilit më të ri pa qenë Tito and Tarantula aty. Ndërsa për Gjakovën ky eveniment cilësohet si i dobishëm dhe me vlera. Ka qenë përparësi për komunën e Gjakovës të jetë mikpritëse e këtij bendi. Kjo është në vazhdon e përpjekjeve tona që ta nxjerrim në pah Gjakovën, që t'i promovojmë vlerat e Gjakovës, por gjithashtu të edhe ngrisim kualitetin e jetës kulturore në komunën e Gjakovës. Është përvojë e veçantë të shohim një band amerikan të performojë live në Gjakovë dhe pastaj të shohim të kemi mundësi tjera të sillim edhe bende tjera, edhe nga arena ndërkombëtare evropiane dhe nga mbar bota. Jemi të punuar për vite tjera që Gjakova të hyjë në listën e qyteteve që do të ketë evente shumë të mëdha. Adhuruesit e rockut në Gjakovë ishin të entuziasmuar me grupin nga Amerika. Grupi është i famshëm në Amerikë atje, po të na nuk është aq i famshëm. Mirë po, nëse dikush e ka pa filmin From Dusk Till Dawn, atëherë aty shfaqen këta me hitet e tyre After Dark dhe Angry Cockroaches dhe disa të tjera. U interpretuan këngë-hite që elektrizuan sallën si After Dark dhe Back to the House. Tito ndjet i lumtur për pjesëmarrësit në koncert si dhe thotë se është i çuditur se si publiku ka ditur shumë këngët e tij. Jam shumë i lumtur që po performoj në Kosovë. Publiku ka qenë i mrekullueshëm. Masa ka qenë më e vogël se në koncertet që kanë bajt në vendet e Evropës, por zëri i këtij publiku sonte ka qenë i madh dhe jam i lumtur që shumë këngë të mia janë kënduar nga publiku së bashku me mua. Sot vizitova gjatë ditës edhe qytetin e Gjakovës, kisha dëgjuar për luftën që ka ndodhur nga mediat dhe parë se sa të mirë janë njerëzit dhe qyteti i cili është rindërtuar nga shkatrimi i luftës. Grupi Amerikan Tito and Tarantula ka një muaj që ka filluar koncerte nëpër Evropë, pas Kosovës do të vazhdojnë edhe në shtetet e tjera.